Zbardhet motivi vrasjes së 19 vjeçarit në Vushtri. Të rinjtu konfliktuan për një vajzë. Mbrëmjen e djeshme një 19 vjeçar mbeti vrarë me armëzjarri në Vushtri të Kosovës. Viktima është identifikuar si Ardit Zymeri, ndërsa autori dyshuar i ngjarjes është 19 vjeçari Bleon Dibrani, i cili është arrestuar. Ky është i riu Ardit Zymeri që ndroi jetë. Në kuadër të hetimeve të kryera në vendin e ngjarjes, grupi hetimor si prova materiale gjeti dhe sekuestroi 3 gëzhoja. Ndërkohë, në banesën e autorit u gjet dhe u sekuestrua një armë me 5 fishek. Teksa hetimet po vazhdojnë, pista kryesore është ajo e xhelozisë. Dyshohet se dy të rinjt janë konfliktuar me njëri tjetrin për një vajzë, konflikt i cili ka degraduar deri në përdorimin e armëve dhe ka përfunduar në tragjedi.